normale çdo ndeshje është e vështirë. Në kampionatin shqiptar diferencat nuk janë shumë të mëdha. Bylisi kohët e fundit ka një stabilitet, ka një vazhdimsi, ka një trajner me shumë eksperiencë, kanë me vërtet komplet fokusin dhe angazhimin ton si një ekip solid, por ne fokusohemi te loja jonë se këtu kemi ndikimin. Normal që përshtatim me mënyrat e lojës dhe taktikën që zgjedh edhe ekipi kundërshtar, se si presim që ato të luajnë kundër nesh. Por them që do jetë një ndeshje e bukur dhe mbi gjitha pres nga ekipi im, pres nga të gjithë, një angazhim maksimal, sepse do ishte jo në nivelin ton, nëse do kishim një ndërcim që po ja bëj edhe se thirrje edhe ekipit që mobilizimi, angazhimi, fokusi dhe serioziteti duhet të jenë akoma më mëdha se kanë qenë deri tani këtë ndeshje. Ka lojtar individual, duhet ta themi, ka lojtar individual, ka lojtar kreativ, ka lojtar që janë të angazhuar jashtëzakonisht sidomos në lojën individuale, janë mirë taktikisht, duhet me pranu, ashtu si thash më parë, ka një trajner me shumë eksperiencë në kampionatin shqiptar, si Merel Josa, por fokusohemi normal te ekipi kundërshtar, por fokusimi më shumë duhet të fokusohemi te ne. Është mëse e qartë, kemi respektin për ekipin kundërshtar, por fillojmë të respektojmë veten tonë dhe ndeshjet e fundit ose jemi të urrit dhe duhet ta pranojmë që nuk mund të jemi më një ekip modest, por duhet të ngrijmë çik traumin, të tregojmë akoma më shumë dhe ti transmetojmë në fushë ato që tani është po vjen një ekip, një skuadër, me një shpirt, me një karakter, me personalitet, një ekip i të utës, i ri që do të tregoj vlerat e veta dhe do të zëjë një vend në kampionatin shqiptar aty ku i takon. Zero politare që nuk kishin luajtur, nuk kishin marrë shumë minuta, tregon që edhe ato janë pjesë dhe mezi presin atë momentin e vet që edhe e treguan jashtëzakonisht mirë. Na mungoj vetëm fitoria në ndeshjen e pasur. Gjëja fizike, morale është jashtëzakonisht e mirë. Tani duhet të vinë si të gjërat mbi hi që kemi mbi pika. Duhet të jemi akoma më të konsoliduar, duhet të jemi më të qartë, duhet të kemi një maturi, sidomos në finalizimin e aksioneve, dhe kjo me kalimin e kohës do si dhe rezultatin. Çdo fitore është një fitore tani me byllësin normale që do deshim për fitore, por futbolli ka të treja rezultatet, do ishte akoma një shtyrje ose akoma një motivim dhe një vërtetim i lojës dhe i forcës ose punës tonë deri tani që kemi bërë. Kjo duhet gjithmonë vërtetuar në fushë. Si çdo parandeshje janë të mirëpritur sepse tamam është lojtari i 12, jo në Fojza, por është për vërtet lojtari i 12, sepse çdo ekip, çdo skuadër, çdo lojtar luan për qytetin, prezanton këtë qytet, këtë popull të qytetit dhe duam të vërtet të kthejmë atë lakmin, atë entuziazmin që ka pas ky stadium vitet 90 që unë kam përjetuar dhe nuk mund ta thush me fjalë. Ato tifoz e kanë atë forcë, e kanë atë dëshirë, tani edhe ne duhet ta tregojmë që këto tifozët që vinë në stadium të dalin kënaqur, të argëtohen, e mbi gjitha të shohin një ekip me personalitet që prezanton ngjyrat e këtij klubi.